Teatrin përplasu, jo s'ju dua, jo s'ju bëj, ju jeni të varfër, s'keni lek, unë dua lek. Më tha një ditë që pse ke marrë babin ti pa lek, ishe marrë burr me lek. Ka hyj leku në qef, se i morëm telefonin që ja hoshëm, thy dy përplasu, shty, nuk jo du, ti telefonin të ma marrish mu, tha unë ti ki pra. Flas ku je, po ik ti me thot shketim drejta një ke moj 25 sem. Që është a fjalo që flet? Jam nona jote, i thash, unë duhet flasësh ta moni, i thash, u qa këto ma bete. Po i gri se t'ju qa, po je vogla. Ik që du t'ju thot mu dhe ma fik telefonin. Qa do në re? Thot pse merr një herë në telefon, pse më shkruan ka shpesh. Po më mam do vish në shtëpi se bërë një javë, ku do hash, ku do pish, po ç'ke ti thot? Do ta shpjegoj kur të kthehem. Nuk është më i vetëdijshëm se ç'a bën. Me rroba i ikën, thot në bëj ca rroba gaci, do vi prap. Çfarë të thot? Në çave kokën nuk duroj më juve, dhe thjesht vetëm atërat për çdo gjë. Nuk duron fare. Vjen në shtëpi rrin cop herë dhe largohet. Po bëu gati 2 javë që është largu nga shtëpia. Po ku shkojnë këta fëmijë? Cila është rutina e tyre? Pse marrin banesa me qera? Dhe mbi të gjitha, përse kanë kaq shumë lek në përduar? Po dhe mund të jetë rrezik trafikimit, se din, mendja të shkon, abuzim seksuale, Ti çfarë mendon se mund të bëje? pin, droge, asha. Unë pres nga djali moment që të më marrin telefon se nuk e di me çin është bashku me një grup trafikantësh, nuk jam dieni për asnjë lloj gjoje. Dyshoj se ai është përdorues. Kam qenë dieni që vajza ime ka pas raporte me ideal, që 12 vjeç e pa. I kam bërtit, i kam rraf, as pak në si ndryshim. Ti e ke njohur këtë person që vajza ka patur? Pa, kam njohur. Takuar ndonjëherë këtë person që pretendon se ka pas lidhje me vajzën tënde? Po, thonë që kam seriozisht me gocën. Sa vjeç ka qenë ai? 15, 16, i gjë i tillë. E denoncove ndonjëherë këtë person në polici? Jo, nuk e denoncova. Këtu jemi në një situatë ku rebelimi i fëmijës shkon paralel me pafuqinë e prindit që ndjet thuajse i dorëzuar. Në çfarë moshe ka filluar djali ti shfaq këto probleme? 15. Ishte në shkollë atë kohë? Po ishte në shkollë rregullisht. Si shkonte me mësimet? Mirë, shumë i zgjuar. Mirë. Te shkollë? Nuk e donte. Shkonte për hatrin ton, vetëm se ne ka ngulsh. Ka pas mësuar, to mujt e fundit me fjalë që Po mësueset aty janë koshin ndonjëherë për vajzën për mungesa të parësyeshme? po për mungesat po, që ka vazhdu tani. Ti njoftoheshe në moment apo? Po, merr të mësusja, ka ikë, e kalon, thoshta orën e fundit. Po me shoqërinë e vet ke folur aty ku dyshon ti që mund të jetë? Fola unë, ajo thotë s'është me mua, se shoqëri tjetër që i ka pas shoqe, ato e kanë larguar. Në rastet e ngjashme, një rol të rëndësishëm në degradimin e kësaj grup moshe luajnë personat e rritur me të cilët ata shoqërohen. Dëshira e adoleshentëve për të frekuentuar djemë dhe vajza më të mëdhenj është e njohur dhe me sa duket edhe në këtë rast nuk ka munguar. E një shoqërinë me cilën rrin djali? Jo, vetëm me çunin dhe një shok. Janë bashk? Mendoj që janë bashk. 14, 15 janë gocat. Nga 17 janë çuna, tjetër nuk di. Edhe gocat tjera që i kemi marrë në telefon, ato janë nga 18, po ato njësoj janë si këto, fshihen. Ikun shkolla ditë dhe s'u kthy më. Shkum duhet kërkuar kështu, erdhi vetë. Pas sa orësh erdhi? Nga masditja erdhi kjo. Juve njoftut policinë Ditën e parë jo, kam qenë Durrës ta kej shoqe. Kush u asiguron këtë shtëpia me qera? S'tregon. Me në telefon thot o ma do vi shoku ime të marri rroba, se s'vjen vetëm i mam, po jo do vi ai me taksi, e ndogja dhe taksi. E dija që ishte ke Volga, nuk ishte aty, më tha jemi plazh. Aty taksia më humbi dhe nuk arrita dot ta zbuloja kurrinte. Nuk më tregon as pak se e kam pyetur. I kam gjetur, më thot mu lekë dhe asnjë gjë tjetër. Në këtë situatë që ka përfshirë disa familje adoleshentësh, një rol ndihmues duhet të kenë dhe institucionet, që në këtë rast me sa duket nuk kanë qenë në lartësinë e detyrës. Në qendrën sociale kam shkuar shpesh, në polici. Çfarë të thonë? Asnjë gjë s'kam bërë deri tani. Dje kemi prit shumë një përgjigje, kemi kontaktuar me njëra tjetrën, por s'kan marrë as për targën, as për fëmijën.